Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në takimin e radhës, respektivisht në hadithin e dytë të Imam Bukhariut, të kapitullit të parë, fillimi i shpalljes. Hadithi i parë fleste për niyetin, ndërsa hadithi i dytë nga Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarve, tregon se një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulallah, o i dashni Zotit, o i dërguari i Allahut, kejfe ya'tika al-wahyu, se të vjen shpallja, qysh të zbret shpallja, se të vjen shpallja qiellore. E pejgamberi alayhi salatu wassalam i u përgjigj e tha: Ahyanan ya'tini mithla salat al-jaras. Ndonjëherë më vjen si tingëllima e zilës, wa huwa ashadduhu alayya, dhe kjo është më e rënda për mu. Fa yufsamu anni wa qad wa'aytu anhu ma qal. E kur meleku largohet, tani më unë kam zanë përmendesh apo kam bajt mendesh atë që më është shpallur. Wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'a'ya ma yaqul. E ndonjëherë apo nga njëherë meleku më paraqitet në formë të një burri, të një njeriu, dhe më flet sa kaq unë mësoj atë që më thot. Pastaj vazhdon Aisha e thot: E kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i zbritur shpallja në ditë shumë të ftofta, dhe pasi mbarante shpallja, balli i pikante së djersituri. Pra Imam Bukhariu, Allah e pasmëshiruar, pasi e filloi librin e tij me hadithin innamal a'malu binniyat, vërtet veprat janë sipas niyetit, tani fillon me cekjen e mënyrës së shpalljes, respektivisht se si ka ardhur pejgamberit alayhi salatu wassalam shpallja qiellore. Ku pasi u pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam se si të vije shpallja të i dërguari i Allahut, ai ju përgjigj atij sahabiu: Nga njëherë më vjen sikur se një zile, zhurma e zilës, apo tingëllima e zilës, e cila i përngjan kumonës. E që nën kupton se meleku Gjibril i afrohet afër pejgamberit të Zotit, flet, por forma se si i shpall e inspiron, e frymëzon, e azbret shpalljen pejgamberit, është një zë sikurse një zë e një metali, apo e një zileje. Pra, ndëgjohet një zhurmë e vogël, por nuk kuptohet. Sahabët, kur e dëgjonin një zhurmë të tillë, respektivisht e kuptonin nga fizionomia dhe qëndrimi i pejgamberit alayhi salam, sepse kuptohej qartë, vërehej kur ati ishte duke i zbritur shpallja, kur ishte në këtë gjendje. Ndaj sahabët heshtnin që të gjithë dhe pritnin derisa të qetësohet pejgamberi alayhi salatu wassalam. E pasi që kjo zhurmë të largohet, pasi që meleku të largohet, të këndellet pejgamberi alayhi salatu wassalam, se që tha në hadith më lart Aisha, se pejgamberi ka thënë pasi të largohet meleku,
unë tashmë e kam kuptuar dhe kam zanë përmendesh atë që kam është zbritur mua. Apo që ka deshtë të tregon meleku nga shpallja e Zotit. Ajete kuranore, apo diçka ka deshtë Allahu mi thanë në përmjet melekut Gjibril. Kjo formë shpalljes ka qenë e randë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Për ata i bekuar, i tha ati arabi kur e pyti, pse si të vje shpallja, dhe kur i tha se më vjen si kurse tingëllimi e zilës, tha dhe kjo është më e rënda për mua. Ka qenë e randë, kjo mënyrë e shpalljes, ka qenë bukur e randë, madje më e randë për të gjitha llojeve të shpalljes që i kanë ardhur pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këtë fakt se ka qenë e randë, shpallje e randë, e tregon edhe Aisha, se që pa në fund hadithit, ku tha Aisha, edhe kam prezentuar, apo kam qenë atë me pejgamberin, kur i ka ardhur një formë të tillë shpalljes, dhe ai djerë si tej ani pse ishte ftoft. E që nuk kupton ftoft, nuk të duhem u djerësit, nuk është djerësitur nga vapa, por është djerësitur nga ngarkesa e randë e shpalljes që i ka ardhur këtij të bekuari, apo që këtij u ka duk e randë, për te ka qenë e randë. Kjo pjesë e hadithit i jep me kuptuar se shpallja ishte e randë. E tyre ishte e randë. Shpallja është krejt e randë. Por kjo lloj e shpalljes është më i rëndi për llojeve të tjera. Tani mund të parashtrohet pyetja. Përse shpallja ishte e rëndë për pejgamberin alayhi salatu wassalam? Pse mos më ardh lehtë, por më ardh vështirë? Pse më ardh rëndë shpallja? Ulemat kanë folur për këtë meselë dhe kanë dhënë disa mendime. Ndoshta, për arsyeve përse ka qenë e rëndë, mund të jetë edhe ajo se kur diçka është e randë, është e vështirë, atëherë njeriu koncentrohet, përqendrohet në të mëshëm për ta kuptuar më mirë. Për shembull, në për ligjëratat tona, kur ne ndëgjojmë dikën të ligjëruar, apo kur ne i ligjërojmë dikujt, i themi, përqendrohu mirë, fokusohu mirë, sepse mësimi është i nivelit lartë. Pra është i randë pak. Ose nxënësi së din të thotë, mësimet e filan librit apo filan profes janë pak të randa, ndaj kërkon një koncentrim më të madh. Pra, çështja shumë serioze, shpallja shumë serioze. Dhe kur diçka është e randë, në mënyrë instikte e shtyen personin që të koncentrohet më shumë, vetvetiu që të koncentrohet më shumë për ta kuptuar më lehtë përbërjen e asaj që i thuhet. Thuhet gjithashtu se kjo metodë e randë e shpalljes i ndihmonte dhe i lehtësonte më shumë pejgamberit alayhi salatu wassalam zënjen përmendesh të asaj që i zbritte nga meleku. Thuhet se kjo lloj shpallje në veçanti ka qenë e randë, po dhe të shpalljen e përgjithësi për ta sprovuar, për ta matur e testuar sabrin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe rrjedhimisht për ta forcuar atë në sabër dhe në durim. El-Khattabi, Allah e pas mëshiruar, ka thënë: kjo është një sprovë e rëndë për ta sprovuar durimin e tij në mënyrë që të edukohet më mirë e që të jetë në gjendje pastaj ta bartë misionin e ngarkuar me dinjitet. Të edukohet më mirë, të sprovohet në durim, të forcohet durimi, të edukohet më mirë e të jetë pastaj më i përgatitur në gjendje më të lartë nga dëshmëria për ta bartur misionin e ngarkuar me dinjitet,
me bart ma let misionin ngarkuar. Ose për faktin se ai ndjente frikë se mos po i ik diçka nga shpallja pa e mbajtur mend, e pastaj mund të lëm mangun diç nga ajo çfarë është ngarkuar me te pa u paraqitur njerëzve. Pra, kjo është një prej mendimeve pse shpallja ka qenë rand. Mund të jetë po ashtu fakti se folsi është melek. Mund të jetë gjithashtu njëra prej shkaqeve pse kjo lloj shpallje është e rand, në veçanti fakti që folsi është melek. Meleku nuk ka të bëj asgjë nga ana fizike, por është i përbërë nga ana shpirtërore metafizike. Përderisa njeriu është i përbërë nga ana shpirtërore metafizike, por edhe nga ana materiale, fizike. Madje anën fizike, materiale ka më shumë të shfaqur se sa anën shpirtërore. Së këndimi, përputhshmëria, respektivisht komunikimi mes diçkafit që është shpirtërore, metafizike, me atë që është më shumë fizike, nuk është e lehtë fare. Është e rand, sepse natyra ndryshon e këtyre dy krijesave njërin me tjetrin. Zoti di më së miri. Pra, e rëndësishme është se pejgamberi i Zotit po thot për mënyrën e ardhes së shpalljes, ndonjëherë me vije në formë të një zileje, zhurmës së ziles komunës, dhe kjo është e rëndë për mua, e pastaj kur largohet meleku, veç e kam kuptuar, e kam bajtur mend, çfarë më është thënë, ndonjëherë lloji i dytë tregon se meleku ahyanet yamathelu li al-malak ala surati ar-rajul, ose yamathelu al-malaku rajulan feyukellimuni. Lloji i dytë i shpalljes, i formës, mënyrës së ardhes së shpalljes pejgamberit të Zotit është ku meleku Gjibril i shfaqet, i paraqitet në formë të njeriu. Dhe vjen i flet, i afrohet afër, edhe i flet siç flet njeriu me njeri. Pejgamberi e di se kjo është melek, por të tjerët edhe nëse janë prezent nuk e di se kjo është melek, nga se ka ardhur në formë të njeriut. Është interesant se në shumicën e rasteve meleku Gjibril, kur ka ardhur në formën e njeriut, ka ardhur në formën e një sahabiu të quajtur Dihjetu el-Kelbi, Allahu e pastëmëshiruar. Disa ulema ka ardhur në formë të njerëzve të tjerë, jo gjithherë në formën e këtij sahabiu, por shumë herë është shfaqur në formën e këtij sahabiu Dihjete el-Kelbi. Disa komentatorë të haditheve, spjegues të haditheve e të tjerë, kanë thonë, janë munduar të gjejnë një arsye e pse vallë bashkë në formën e këtij sahabiu, e s'ka në formën e sahabëve të tjerë që me të njohur, katër xhulafatë të tjerë. Kanë thonë, Zoti di më së miri, por mund të jetë fakti që ky sahabi Dihjetu ka qenë shumë i bukur, shumë i pashëm, shumë i hijshëm, e natyra e melaçeve është që të jenë të bukura, të hijshme, të pashme. Andaj i është përshtatur deri diku dhe është shfaqur në formën e tij. Natyrisht Zoti ka dashur, por kështu kanë thënë, e kanë komentuar, e Zoti din më së miri. Tani të nderuar, pasi cekon këtu dy lloje të shpalljes, të cekura në këtë hadith të Aishës radhiyallahu anha, e që ishin ardhja e melekut
ardhe shpallës përmjet ziles, zhurmës së një zileje, dhe shfaqja e melekut në formë të njeriu. Mund parashtrohet pyetja, a thua ka edhe forma tjera të shpalljes, apo vetëm këto dyja? Apo thua ndryshe, cilat janë mënyrat e shpalljes nëpërmjet të cilave Allahu i ka shpallur pejgamberit të tij, apo e ka zbritur shpalljen pejgamberit të tij Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Format e shpalljes janë të shumta. Madje El Halimi, dietari i njohur i vjetër i gjeneratave të para, ka thënë se format e shpalljes janë 10 forma, mbi 40. Ibn Qayyimi në Zadul Ma'ad cek disa forma të shpalljes, respektivisht 6 forma të shpalljes, dhe për secilën flet bukur në detaje. Andaj të cekum format kryesore të shpalljes, e të cilat i ka cekur Ibn Qayyimi. E para, ëndrat e vërteta, të mira, të qarta, të cilat i ka parë, e pastaj ju kanë shfaqur qysh i ka parë. E që do të flasim për to në hadithet e tjera. Ëndra është formë e shpalljes tek pejgamberi të Zotit. Në formë të ëndrës i ka ardhur shpallja, apo i pati ardhur shpallja edhe Ibrahimit alayhi salam atje për ta therrur birën e tij, për ta bërë kurban, për ta sakrifikuar për hir të Allahut azza wa jall, dhe këtë na cek Allahu në Kur'an, ku Ibrahimi i tha birit të vet, ja buneje inni ara fil menami enni adhbahuk fanzur madha tara. O bir, unë kam parë ëndër se duhet me të therë ty, andaj çka po ta merr mendja ty. Edhe po ashtu ëndra e Jusufit alayhi salam, ku i tregoi babës vet, inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Jusufi vogël i tha babait të tij pejgamberit Jakob se i kam parë 11 planete, po dhe diellin dhe hanën, duke më përullur mua. E Jakubi kuptoi se kjo ëndër është prej Allahut azza wa jall. Sado që të jetë, ëndrat e pejgamberëve janë shpallje krejt. Pra njëra prej formave të shpalljeve për pejgamberët e Zotit kanë qenë ëndrat e mira, ëndrat e cilat kanë pa pejgamberët, e që u janë shfaqur pastaj ashtu si që i kanë parë. Ëndra është formë e shpalljes. E dyta, frymëzimi i melekut në zemrën e pejgamberit. Frymëzimi i melekut në zemrën e pejgamberit. E që në kupton se meleku Gjibril alayhi salam e frymëzonte pejgamberin në zemrën e tij, në mendjen e tij, për diçka që pejgamberi e kuptonte, e pastaj u thoshte shokëve të tij. Për shembull, ka thonë i bekuar për Gjibril alayhis salam, nafakha fi ar-ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. فأجملوا في الطلب أن الروح القدس نفخ في الروع أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. Thot e i bekuar, meleku Gjibril me frymëzoi mua, me frymëzoi, pra më shpalli, se nuk do të vdes asnjë nefs, asnjë krijesë e Zotit, pa e plotësua rrezikun e saj apo të tij. Pa ju harxhuar rrezikun, nuk vdes krijesa e Zotit. As insan, as hayvan, as insekt, asnjë krijesë e Zotit pa harxhuar rrezikun, nuk vdes. Nuk ka mundësi me vdek. Pra,
kjo formë e shpalljes ishte frymëzim në zemrën e tij, në mendjen e tij. E treta, meleku shndrohej në formë të një njeriu e pastaj fliste pejgamberit alayhi salatu wassalam, që të më dhe më lart, e ka ndodhur që meleku të flet pejgamberit edhe në prezencë të sahabëve, siç ka ndodhur rasti i melekut Gjibril ku ka ardhur një rast, në prezencë në sahabëve, në formë të një beduini, të një njeriu udhëtari, një bukuroshi, një njeriu i zotni, i veshur mirë, i paplohnosur, pedant, elegant, dhe afrohet dhe pyet pejgamberin Muhammed, cili është Islami, cili është imani, cili është ihsani, cilat të shajtë kemi të tjera, e që është një hadith i gjatë ku nuk kemi këtu ku për ta cekur, dhe pas e shkoi Gjibrili, pejgamberi apo çaj njeri, pejgamberi pyeti, shokët e vet i pyeti, a ditë kush ishte kë? Than Allahu dhe pejgamberi e tij e din. Pejgamberi tha, hadha Gjibrilu atakum yuallimukum dinakum. Ky Gjibrili ka ardhur për t'ja mësuar juve fenë juaj. Pra e pa në sahabët në formë njeriu, por nuk e ditën. Pra, prej formave të shpalljes është me ardhur meleku Gjibril në formë të njeriu dhe me fol pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka mundësi edhe sahabët janë prezent por nuk e din, ka mundësi edhe mos me qenë prezent. E katërta, kur shpallja e vjen në formë të një zhurme, në fakt që del nga një metal kur fërkohet mes veti, apo bie me çekan ka dalë, apo me diçka mjet jetë tak. E që meleku Gjibril afrohej afër pejgamberit alayhi salatu wassalam, i fliste, inspirante, dhe dëgjohej një zhurmë, si zhurmë e azidit, ku meleku Gjibril i fliste pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pejgamberi djersitej shumë alayhi salatu wassalam, ndryshonte pamja e fytyrës së tij, i rëndohej trupi i tij, sa që ka ndodhur me qenë bideve dhe devja më ulën tokë, mos me mujt me nejt në kam, qaq i ranë që bënte pejgamberi e rëndohej gjatë frymëzimit të kësaj shpalljeje, e pas e largohej meleku, ai këndellej dhe u tregonte sahabëve se çfarë ka thënë meleku. E që këtë metodë se më lartë që është me randa se formë shpalljes. E pesta, ta shihte meleku në formën që është krijuar, e që pejgamberi ka pa melekun Gjibril 2 herë në formën e vet që është krijuar edhe mi folej diçka. Me shpall, formën e parë e ka parë duke kthy pe gare Heras, pe shpellës së gare Heras, ku dhe erdhën ajetet e para të fillimit të misionit, ja eyyuhel muddaththir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, do flasim më vonë për to. Dhe rastin e dytë, kur ka pa pejgamberi melekun Gjibril në formën e vet, është kur ka qenë në Miraj, Isra dhe Miraj, tek qielli 7, atje lart e ka pa inda Sidratil Muntaha, e ka parë Gjibril alayhi salam në formën e vërtetë të tij që është krijuar, dhe ka treguar për te sa i ka 600 krah dhe se nuk duket qielli as lindas perëndim prej tij, nga se është shumë krijesë e madhe alayhi salatu wassalam. Ndërsa mënyra e gjashtë dhe fundit që Sek ibn Kaimi se për këtë shpalljes, apo mënyrës së shpalljes, është kur Allah i madhruar i flet pejgamberit e tij drejt për së drejti, pa ndërmjetësimin e melekut, siç është rasti kur ka qenë pejgamberi në Miraj, dhe Allah azza wa jall i foli pejgamberit drejt për së drejti, por me perde natyrisht, dhe mes asaj që i foli Allahu dhe i tha, është edhe urdhri i Allahut për ta falur muslimani, për të falur 5 kohë namaz, dhe nga kjo formë e shpalljes mbet dhe namazi, u bë namazi obligim farz për neve muslimanëve. Kjo është në pika të shkurtura ajo që ka mund të thuhet, apo që e vlen të thuhet rreth këtij hadithi, dhe deri në takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.